Nga zero në biznes milionësh. Kjo është historia e Kanita Ramagjikut, 28 vjeçares nga Kosova, që hoqi dorë nga universiteti për të ndjekur pasionin e saj, pjekjen e ëmbëlsirave. Sot, aja fiton 30.000 funta në muaj dhe ka krijuar një markë që ka shitur mbi 2.4 milion brownies. Gjithçka nisi në vitin 2019, në një apartament të vogël familjar në Camden, Londër, me një furrë të vogël dhe turne nate deri në ora 2 të mëngjesit. Por suksesi vërtet erdhi nga TikToku. Më 25 mars 2020, një video ku tregonte hap pas hapi përgatitjen e brownieve shpërtheu me 1.9 milion shikime brenda natës. Ajo ndohu çdo detaj, nga brumi, pjekja, dekorimi e deri te paketimi. Kjo transparencë e sinqertë bëri që njerëzit të çmendeshin pas saj. Kur pandemia mbylli tregjet, TikToku e mbajti gjallë biznesin, porosit u rritën ndjeshëm dhe Kanita reinvestoi çdo qindar për ta çuar Brownie God në një tjetër nivel. Sot, ajo shat mbi 2.4 milion brownies, 1.000 funta në ditë, dhe ka ndërtuar një markë me mbështetje globale. Vëllai i saj, Xhenis Ramagjiku, është bashkëthemelues i biznesit. Edhe pse kam pasur sfida në prapaskenë, siç ka rrëfyer Kanita në TikTok, ata nuk janë dalur. Në një intervistë për My London, Kanita tha se u detyruan t'i kalonin të gjitha në online. Dhe TikToku ishte arsyeja pse biznesi është ende gjallë. Sot, llogaria Brownie God ka mbi 612.000 ndjekës dhe është kthyer në një fenomen social, që nisi nga zero dhe e ktheu ëmbëlsirën në një perandori.